U shuan dritat në shtëpinë e vjetër. Era jashtë ulërinte mes degëve të arës, por brenda ishte ngrohtësi dhe heshtja e një qëndrimi të gjatë. Plaku ulash ishte ulur në koltukun e tij prej druri, me duart e tij të mëdha e të ashpra të shtrira mbi gjunë. Duar që kishin mbjell misër, kishin ndërtuar garde dhe kishin përkëvellur flokët e fëmijëve të tij tani të rritur. Por sonte në ato duar ai mbante diçka tjetër. Ishte një gjë e vogël, prej qëllçi dhe druri, me një mekanizëm të brendshëm që t'i takonte butë. Një orë e vjetër xhepi, por jo një orë e zakonshme. Ajo ishte e mbushur me lot. Era e tij e fundit. Nipi i tij, Aroni, një djalë 20 e pak vjeç, me sy kureshtar dhe duar të shkathëta, ishte ullur pranë tij në një stol të ulët. Ai kishte parë gjyshin duke mbajtur atë orë gjithë pasditen, duke rrotulluar mes gishtrinjve, duke e dëgjuar tiktakun si një melodi të haruar. A e dini çfarë është kjo, gjysh? E pyeti Aroni, duke e prekur lehtë me majë të gishtit. Plaku ulash nuk u përgjigj menjëherë. Ai e ngriti orën në lartësinë e syve dhe e la dritën e zjarrt të vatrës të luante mbi sipërfaqen e saj. Pastaj, me një zë të thellë si gurët e lumit, tha: "Kjo është koha që nuk u shpenzua kur, bir. Janë minutat që i mbajta të mbyllura këtu për një ditë si kjo." Aroni e shikoi me habi. Si mund të mbahet koha në një xhep? Plaku qeshi, një e qeshur e thatë si gjefet e vjeshtës. "Jo koha, bir, por ndjenja. Secili tiktak këtu përfaqëson një moment që nuk e jetova dot. Një përqafim që nuk e dhash. Një fjalë që nuk e thash. Një lot që nuk e lash të bjerë." Ai e vendosi orën në pëllëmbën e nipit. Ishte ngrohtë, po tuajse e gjallë. Tani, vazhdoi plaku, duke ngritur vështrimin drejt tavanit të errët. "Unë jam lodhur. Kam ecur shumë rrugë për të arritur këtu, në këtë karrige. Por ti, Aron, ti je ende në këmbë. Ti ke erë të re, të pastër, si bari pas shiut." Aroni ndjeu një ngjehtësi të çuditshme që i ngjiste nga pëllëmba, duke u përhapur në përkrah. Ora tiktakonte më shpejt. Ai e shikoi gjyshin, sytë e tij ishin të mbyllur, por buzët lëviznin si në lutje. "Donjëherë", shpëriti plaku, "mënyra më e mirë për të lënë një bar është ta vendosësh mbi dikë që e do. Jo për ta mbajtur, por për ta rënë në vende të tjera." Dhe pastaj ndodhi. Aroni nuk e dinte saktësisht se si. Ishte sikur duart e tij që mbanin orën filluan të ndjenin një rëndim të ëmbël. Sikur gjithë ato vite të plakut, gjithë ato tiktak të pashpenzuar, filluan të rrëshqasin butësisht nga gishtrinjtë e tij dhe të futen në përlëkurën e Aronit. Ai nuk po mbante më orën. Ora po mbahej prej tij. Plaku ulash hapi sytë befas dhe për një qast ato ishin të qarta, të reja, si të 20 vjeçarit. Ai e shikoi nipin e tij dhe buzëqeshi. "E she, tani nuk jam më unë ai që ka ngjeli në duar", tha me një zë që tani tinglonte i lehtë si pupla. "Ti e more. Nuk e di nëse do ta kuptosh sot apo nesër, por ajo orë tani është në duart e tua. Dhe ti, Aron, më ke në shpinë."